Fshati Belishov në Mallakastër, i njohur për natyrën e tij piktoreske dhe resurset e naftës, vuan prej 4 dekadash mungesën e investimeve në infrastrukturën rrugore. Segmenti prej gati 2 kilometrash që lidh disa fshatra është i amortizuar pothuajse në të gjithë gjatësinë e tij, duke e kthyer në maksin më të madh të përditshmërisë së banorëve. Jemi si mos më keq, thon ata, të indinjuar nga neglizhenca dhe premtimet boshe shumëvjeçare, teksa theksojnë se automjetet u kanë dalë jashtë përdorimit nga gropat e njëpasnjëshme. Bëjmë një jetë, po thoj se mizerje, që të vish atje me vel poshtë tek ku kam shpitun se këtu jam tek toka ime, të vish në behar, atje tikësh me qera, birës jam nisur një 2-3 herë, i kam thënë gruas që grua më mirë hajt tiki me qera se këtu nuk bëhet jetë. Sepse me vel nuk kam as kanalet me vel ujëra të zeza, as rrugë dhe as gjë për gjë. Mirë për punë nuk kërkojmë sepse nuk na pranon njeri në këtë moshë. Prandaj që ju lutemi shteti të marrë mas, që të vijë me jetë të pyesi, të kontrolloj, të shikoj, edhe që të bëjmë një jetë nëse normale. Shkollë ka patur këtu, kurse tashi vetëm një përqerdhe kemi deri tani që reziston. Neve që këtu po të kisha shtruar të botë ujë, na kapi që Bashkia Patosit, e se në harta, ti diun se si ka kapo jo. Edhe këtu është shtruar të bo, që pjesa këteja. Kurse nga këtu dhe këtej lartë, e pa shtruar. Ata kanë pur gjatë lartë të bune, asa ti në qëma i thimi në fshatë lartë Gjervës, e kanë pur gjatë ti, e kanë lene, kanë ikur. Kanë në rrugët hapur, rrugë kryesore e gjatës. E kanë përgjithë atë kanë në hapur e kanë ikur. Sikur të mos mjaftonte rruga e amortizuar, ata vuajnë edhe mungesën e shërbimeve të tjera bazike. Dikur Belishova numëronte 500 shtëpi, ndërsa sot të banueshme janë 200. Braktisjen e fshatit, banorët ja faturojnë mungesës së investimeve që e bën perspektivën në këtë zonë të zymte të pashpres. Ja thënë të drejtën, rrugët janë trok fare, janë bërë copa. Mirëmbajtje s'ka. Uji, po thuaj se na e kanë prur, ja dhe kanalin ku e kanë bërë këtu. Dhe nuk ka ujë, kanë prur vetëm atë, kanë vetëm tubët. Edhe s'ka as ujë, po bën një vit e sa, ky muhabet. I ka shtruar linjën, po s'ka. Ka shtruar linjën dhe ujë nuk kanë prur akoma. Po rruga sa vite ka në këtë gjendje? Rruga po bën vite. Rruga që është nga oficina dhe del në Mollas, ajo është bërë që në 78-ën. Edhe është gjuna, është rruga 7 metra e gjerë, është bërë vetëm për naftën. Plus pasaj që gjithë Belishova, Drenova, qishin oficina, Kasnica, në lidh disa Mollas, Romës, dhe në Poqem. Është gjunata lesha të rrugë. Ka investuar shtetit parat madhe në 178-ën. Sa e vështirë është qarkullimi juaj? Teja fare, vetëm me dhe mëdhaja. Ka vajtu ferra mund me zgjatjes. Na 7 metra kaluam një ditë, patëm një vdekje lartë, edhe hapja unë dhe degat që kaluam me makinë. S'kishte. Sa shtëpi ka qenë fshati dhe sa është tani? Belishova ka qenë, kishte një shkollë me 500 nxënës. 450-500 nxënës kishte Belishova. 2000 familja me a, 2000 banor, jo familje. Po tani? Tani s'ka, kanë gjenë një 50 gjerët familje, një 10-15 andeja, një 20 teja. Era këtu ka qenë, po thoj se që në kone e zogu që të regojnë dhe plej tanë, ka qenë era këtu dhe nuk e zemë kuksionim. E vuri shteti në atë konë e në verhorë që e vuri këtu. Tani sa ka arru koha aty e që zdukur e të erë. Do me ka erë, por nuk e cilësia e mirë. Rrugët që janë këteja nuk janë të shtruara tani. Po bëjmë mbi 10 vjetë që s'kanë zemë të hedhin në ndorë këtu ata. Jeni akuar ju për këtë situatë? Kemi bërë kërkesa në bashkia këto, po nuk e qanë kokën njeri. Fare në këtë drejtim që të shtrojë rrugët edhe ujnë e pishëm. Shtronë tubacionet, po akoma nuk kanë për ujë. Qarkullimi automjeteve këtu është i vështirë? Edhe atë që tha ai do se na premton atë qyshe këtë rrugë do ta shtrojmë në këtë vend që është prishur këtu, pse më që çoj tubot ai. Prap neve aty po i lëm para tona me makinat. Pagojmë detyrimet shtetit dhe asnjë shërbim nuk kemi në këtë drejtim. Rruga është për mos u kaluar me. Vemi në oficinë. Vim lartë, makina nëse riparon soti, nesër do të tjera vegla. Se bën copa makinat. Është skandaloze. Kjo po bën një të çatë mund 10 vjet. Kjo nga oficina këtu se ju keni ardhur këtu më të sipme. Është shumë e zymtësh. Nuk ka njeri që të interesohet.
Kemi humbur besimin te politika, thon banorët, ndërsa theksojnë se në rast të mos reagimit do të bojkotojnë zgjedhjet e 11 majit. Se që do të bëjnë këta tani vinë për votimin në atë kohë, jo duam vota, duam ashtu dhe puna nuk na shërbejnë. Jemi shumë të prekur nga këta që nuk na ndajnë herë, jo të majt, jo të djath. Tani bashkia nuk është as për të majt, as për të djath. Është për të gjithë shërbim të popullit. Se që bëjmë partit, ne zodim, ne duam rrugë, ujë, drita, asgjë tjetër. Shikoj linjat elektrike që janë, ato bashkohen, fryera bashkohen. Këtu vetëm vemi në të bashkia i kthemi për rrugë, më tutja të vinë votat, ashim vinë mbredhin për votat, dhe këtu këta nuk kanë mendja fare për të bërë këtu. Edhe në thani as për 50 vjet nuk bëhet ajo, rruga jo aty. E ne jemi mbledhur të tash këtu, do të mblidhemi, e të themi na bëj rrugën, maç votat. Çu ka këtu? Pse jeni organizuar dhe do abandononi? Pashi, do organizohemi, e kemi bërë bisedë këtë më vjet, po do organizohemi, se këtu s'ka as rrugë, as ujë, as dhe një gjë. Do më them, po nuk pati investimin, nuk do shkoni të votoni? Po jo, gjallë po jo. Kështu kemi bërë një fjalë, me fjalë që këtu ja putin 2-3 veta në punë, edhe ata i majmë në votat, se kemi të marrë në votat, kështu është më vete që këtu nuk po bëhet ajo që duhet. Ndërkohë kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, në lidhje me këtë problematik ka pohuar se në buxhetin e vitit 2025, 3 segmente rrugore në Drenov të Re, Usoj dhe Belistan janë planifikuar për të rikonstruktuar, duke filluar nga muaji maj, pas përfundimit të punimeve për jetën e ujësjellësit.